Pranë xhamisë së Bardhave, njësia administrative Rrethina Myftënia e Shkodrës zhvilloi ceremoninë e përërimit të qendrës kulturore. Në jo pak xhami të rajonit të Shkodrës janë disa qendra të tilla të ngritura. Kjo në Bardhe është e radhës dhe se do të vazhdojnë edhe në pranë xhamive të tjera. Pranë xhamisë së Bardhave, në njësinë administrative Rrethina Myftënia e Shkodrës zhvilloi ceremoninë e përërimit të qendrës kulturore. Në jo pak xhami të rajonit të Shkodrës janë disa qendra të tilla të ngritura, ndërsa kjo në Bardhe është e radhës dhe se do të vazhdojnë edhe pranë xhamive të tjera. Falë dhe mirëmbajtjes dhe kujdesit që treguohet për këtë xhami nga imami Ilir Dizdari, miftiu Imam Muhamet Sytari dhe drejtori i Fondacionit Mirësia Korapkaja, theksuan se ndërtimi i kësaj qendre kompleton më së miri formatin e standardeve të një midisi që i shërben edukimit. Ju të dashur fëmijë dhe prindtuj, nga dita e sotme keni një hapësinë më shumë, keni një klasë më shumë, keni një qendër kulturore më shumë, keni një hapësinë ku ma e pakta gjatë ditëve të dimnit do të jeni aty në një ambient shumë të këndshëm, të ngrohtë, do të shihni një film, do të dëgjoni një ligjëratë, do të bani detyrat, do të keni mundësi me marrë një mësim më shumë, edhe prindët tuaj do të jenë shumë të gëzuar dhe të lumtur që fëmijët e tyre janë në dorë të sigurta. Dhe besoj këto projekte do i kemi gjithmonë prioritet dhe ne me bashkëpunëtorët tanë nga Turqia, nga Kuvajt, nga vende të ndryshme. Këtë projekt e kam bërë me donacione të ndryshme. Një fushat që është hapur gjatë muajit Ramazanit në Kuvajt është mbledhur ky dhe është projekt i shumë zemrave, i shumë lutjeve dhe duave nga Kuvajti dhe besoj që edhe vetë donatorët kur ta shohin këtë projekt, kur shohin këto fëmijë kaq mrekullueshëm, këtë program sot edhe në të ardhmen, do të kënaqen, do të motivohen edhe më shumë. Zoti shpërblet, Zoti nderoft, isha ta gëzojmë qendrën. Në vijim fëmijët e Mejtepit dhuruan për të pranishmit në programin artistik me recitime nga Kurani për të vazhduar me zbulimin e pllakës së përërimit të qendrës kulturore nga besimtar musliman të Bardheve dhe vizitat në midiset e brendshme të saj.